Për herë të parë në një sallë gjyqi, një ish-ministër ka rrëfyer hapur pazaret e bëra ditën me diell, për favorizime shoqërish për dhënie tenderash e fitim ankandesh në mënyrë të paligjshme. Dritan Prifti, ish-ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ka dëshmuar për plot 4 orë përpara Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë marrëdhëniet e tij me ish-zëvendës kryeministrin Ilir Meta, nën akuzë prej majit të këtij viti për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Prifti ju është përgjigjur pyetjeve të bëra nga pala akuzuese dhe ajo mbrojtëse, ku një pjesë e mirë e tyre i është kushtuar shifrave të rishfetit prej 7% dhe shumave të tjera të parave që sipas dëshmisë së Priftit janë ofruar nga veti ish-zëvendës kryeministri Meta. Në pyetjet e tij, prokurori Bujar Sheshi ka theksuar se nga i gjithë materiali audioviziv, prokuroria e përgjithshme kishte marrë nën hetim Metën për 2 pika ku flitet në video, ankandin për shitjen e naftës bruto dhe koncesionin për hidrocentralin e Gostimës. Dëshmitari Prifti tha se Meta i kishte ofruar gjatë një takimi në një hotel luksos të Tiranës se në rast të anullimit të ankandit të naftës nga ku do të përfitonte Bekim Halilaj, pronari Halilaj Holding Group Miki Metës, ky fundi dhe Prifti do të ndanin mes tyre shumën prej $1 miliard. Në lidhje me tenderin e koncesionit për të cilin flitet qartë dhe në video, Prifti ka sqaruar se Meta i thoshte se ai do të përfitonte 7% të aksioneve të tenderit, pra shumën prej €700.000 në rast se do t'ja kalonte atë firmës vëllezrit Ola SHPK dhe jo një kompanie të zgjedhur brenda procedurave ligjore. I pyetur se pse kishte kryer fshetazi regjistrimin, Prifti u përgjigj se kohët e fundit pak para regjistrimit të videos, Meta ishte i pakënaqur dhe së fundmi e kërcënonte me largim nga detyra në rast se ai nuk i ndihmonte miqtë e tij në tendera. Në lidhje me ankandin e naftës bruto, Prifti foli gjatë dhe për marrëdhëniet me Al Petrol dhe Armo, kompani me të cilat miku i Metës Bekim Halilaj duhet të firmoste patjetër kontratë në mënyrë që të realizonte eksportin e naftës bruto. Dëshmitari i dytë në radhë ka qenë vet Halilaj, i cili duke hedhur poshtë të gjithë dëshminë e Priftit, tha se Ilir Metën nuk e kishte mik dhe e kishte njohur thjesht si politikan, ndërkohë që kishte njohje me Dritan Priftin, të cilin e kishte mik shtëpie. Dëshmia e ish-ministrit të Ekonomisë Prifti është shoqëruar me kontestime të forta nga avokatët mbrojtës, të cilët kanë këmbgulur në ndërhyrje të videos. Në këtë seancë pyetjesh kisha mundësinë të sqaroja edhe një herë pa prekshmërinë dhe jo ndërhyrjen në videon origjinale, të cilët disa ditë më parë disa pseudo-ekspert guxuan të lidhin ndryshime. Unë sot sqarova që me një herë mbasi përfundova regjistrimin me orën regjistruese, pa kaluar më shumë se pak sekonda e kam hedhur regjistrimin nga ora në kompjuterin tim.